andej dhe këndej. Unë do të Nuk po gjen asnjë fjalë, ta them të mirë, vlerësuese për këtë qeveri të zotit Kurti. Unë e shoh në mënyrë të pandshme, politikisht, do thonë, jo kjo partia. Mu më interesoj ekonomia. Kushdo që tjetë atje, unë mund të them me zot hapur, se këtë kam lind, jo më rrit, kam punu këtë, edhe për shtetin, edhe për kompanin, i tham gjërat që nuk po shkojnë. Unë tham pse nuk arrim të ulemi, mënyrë të pandshme, të flasmi për të ardhmen e fëmijëve tonë. Këtë që më thu, ekziston një situatë e leqitjes së shtetit me juve në biznes. Unë tham e mos interesimit. Po unë pequaj leqitje, po të në kështu figurë. Mos interesim për të ullë edhe për të bashkëbisedu cilët janë faktorë që ne po menojmë që po qalojnë edhe nuk po arrim do t'i përmisojmë. Ne zotin Kurti e shohim në për bizneset të ndryshme. Jo shpesh, por e shohim. Po. Nuk është që nuk e shohim, edhe ato edhe zonin Kusari Lila. Apo ndajmë bizneset si pas vijave dhe prirjeve partijako-politike, a të duhim base të... A ekziston kjo klim fillimisht? Unë po mendoj që bizneset do të vizitohen të tëra. Kështë kryeministër i një vendit, edhe na jemi këta që jemi. Në biznes nuk ka politik, po ka, do me thonë, racionalitet ose zhvillim ose jo zhvillim. Kompanit tonë e në të hapur për se cilën që po ushtërën për momentin një autoritet shtetëror me e pa se ku janë. Nuk kemi ndalesa praskant, por selektimi i bizneseve krijon një pasqyrë të rreme në opinion. Pse? Po futëm na në këtë sistemi që unë kam një raport ndërtum mitësore, krejt ato, edhe ta keq përdori që ja po bëhet një publicitet, një lloj marketingu, një lloj e vizitoj kryeministri ose ai tjetër. Unë tham se duhet patjetër kryeministri një vendit duhet të thirrë biznesmenët që e bujnë ekonominë e këtij vendi. Dhe të bashkëbisedojmë me tjerë. Fabrikat mund t'i vizitojmë, jo vetëm kryeministri, po dhe deputetë, dhe të tjerë, ta shohin, të krijojnë, të marrin informacion real, për arsye se një pjesë e madhe në Kosovë të njerëzve nuk e din sakt se çka ndodh në këtë vend, ku prodhohet, si prodhohet, çfarë ekonomie ndërtohet, më thonë se shtrembrohet, i jepet një opinion shumë i madh një biznesi atje, a na e dim sa është ai. A i shikon kjo qeveri si pas jush edhe bizneset si pas prirjeve partijako-politike? S'kisha dasht, s'kisha dasht aja në bë, s'kisha dasht mi pashtë. Por, po menoj që këtë edhe është aja jo serioziteti. Ne pagujmë taksa të gjithë, si pas obligimeve që i kemi ndaj orkës shtetit, dhe injorimi një pjesët biznesit, favorizimi një pjesët tjetër, do me thonë, për mu, është padrejtësie madhe. Edhe ne nuk jemi atje për të gjunizu mi taku kësoj partije ose asoj partije. Se s'paku për 37 vjetë është rënu dhe Serbia për këtij vendi. Edhe e ka menu që zdo të rënohet, po rënuja sot. Ne kemi kontinuitet. Pse po e përmen Serbinë? Po e përmeni se Serbia po rikthehet me format ndryshme. Nëse ajo prezent me modra dhe me të faktikisht diplomaci, po ajo është një diplomaci ekonomike. Ata njerëz që importojnë krejt edhe ka një qasje më të butë. Një agresivitet. Serbia po sillet në mënyrë agresive vazhdimisht me ne, a faktikisht na konsumojmë mollrat e saj. Këtu po krijohet një huti. 200 milionera importoi Kosova, është vlera importit të rërës. Me qenë se është ndalur licenca gjitha kompanive tjera gurore. Dhe ka atë vetëm shartësimi aktualisht për 15 vitet e ardhshme. është në shqyrtim, janë në shqyrtim licencat të tyre. Unë mendoj që licencat... Edhe zallë me importu prej... Po kjo është tragjike.
Po ne ato minjera të guroreve, gjitha që i kemi, mirë do të kuptohet, nëse ato do t'i plotësojnë disa standardet kritere. Standardet ambientit pa negociueshme. Do me thonë këtë aspekt për t'ju bo një analizë edhe për t'u pa realisht ku mund 200 milion euro. 200 milion si kryetari i odës ekonomike shqiptare. Si shihni të importon Kosova rër. Pikërisht kjo është ai që tham fillim, rritja e importit dhe sarrim eksportin me rritje. Vetëm Sharcemi e ka, si në vitin 2012 tek rasti ju, edhe tash e ka vetëm Sharcemi. Këtë licencë për gurore. Nëse Sharcemi është kompani publike e shtetit Kosovës, më sa di unë Sharcemi kompani nisoj si kompani tonë. Titani grek. Po mirë, aja a është aso ashtu, nuk di aty. Dhe qeveria Greqisë këto ditë shprehu mirë njoje për kushtimin që ka qeveria për këtë lloj biznesi, për raportet me biznesin. Po sigurisht, nëse aty ne po ju bën të favore, edhe po diskreditojnë tjerët, bizneset që janë këtu vendore, atëherë është qasje selektive. Unë mendoj që këtë, për një moment, mund duket se është ratu, por mund vije një moment kur revolta dhe kundërshtimi mund bëhet i hapur edhe në rrugë i njerëzve që thjesht nuk arrin dot me marrë licencat ku kanë kushte edhe nuk po flasim për standarde mjedisore, ato që burojnë nga ligji, që janë të panegociueshme, që duhet zbatohen, por që të merret të gjithëve licenca, kjo për fasuesit e këtyre guroreve ngre shqetësim për juve si kryetari i odës ekonomike shqiptare. A është shqetësuese kjo? Po, ma kanë shpreh të gjithë kjo shqetësim. Edhe, më thonë, do edhe qeveria t'i hapë syt se këto biznese nuk i ka kriju qeveria, po i ka kriju njerëz me punën e tyre, me djersën e tyre, me vitet të tëra. Ne nuk kemi ndonjë krijes nga qeveria që ka funksionu. Se qeverit në kohën e ekonomi, po mendoj në ekonominë e tregut, i kanë vetëm rregullat që do t'i bën, të jenë pandshme. Nëse atje po mund me marrë leje, kësë po merr leje, do me thonë kjo, do me thonë e rënën principin e aspektit barabarësisë para ligjit. Ky problem, kur ne kemi kriju këto kapacitet që i kemi, edhe po i shërbejmë, qeverisë po i shërbejmë, do të është qeveria të na shërbej neve mi mojt edhe mi zhvillu këto kapacitet. Gjendja sot me pothu po shkon drejt një lloj kryengritje. Unë po mendoj që do të detyroheni mund të ketë një revolt ku do të njerëz se falimentimet mund ndodhin atyre kapaciteteve, se ato në ato gorore, për e marrë shembull, aty kanë investu, kanë makineri, kanë njerëz, nëse aty nuk arrin ata, po mendoj të marrin licencë, o për një arsye vënohen ato licenca, te i mos e vënohen, atëherë ato shkojnë drejt një, po mendoj falimentimi. Çdo falimentim do të jetë shumë i rrezikshëm, se ata janë bukur një mos e njerëzës, ato rrugë të Kosovës, ata i kanë shtru. Ata njerëz me punën, ato kapacitetet sot që na i shohim, janë kapacitetet tona, të shtetit tonë. Edhe 200 milion euro tash importojmë zallë, rër nga Serbia. Pikërisht kjo, do të thonë, nuk o lajm i mirë për neve. Dhe Serbia po pushton tu tregun, po ka dal me produktet e saj. Unë këto defekte dhe këto dobësi jam duke i përcjell dhe duke i pa, që do me thonë, pa tjetër ne do të bëjmë një presion, jo presion, po do të gjojmë mënyrën për ta vëdësuar dhe qeverinë, për t'ja hjek komoditetin, nëpërmjet do të zvogëlohet e hyra buxhetore. Çka do të ndodh? Rënimi, nëse thomi te në 2030, a do të kemi një projekcion buxhetor të jetë e hyra 5 miliard. Kam bon do farë projekcion. Po? Edhe a do të rritet kjo.
Se rritja saj në kupton presion në biznese, në krejt rritjen e çmimeve. Ne patëm një informacion që në region ne jemi me një në kategorinë më tollë të tyrave, rritjen ekonomike, po. Edhe rritjen e çmimeve, që është inflacion, domethënë shporta, kjo, këto rrethona janë lojme të këqija për arsye se 2030 ose sot, vitet shumë shpejt shkojnë, dhe ne nëse me ndërtu lyp kohë një ekonomi, një strukturë. Koran Morati është ekonomist, Mimoza Kusari është ekonomist. Çfarë bilancit të nxjerrim për këtë lloj qeverisje, pra? Kur keni një në përshtypjen e parë, një raport të lehtësitur, po them ashtu. Ne kemi një problematik të madhe. Titulli ekonomist, nëse ti kërkon nuk ki një referencë, që ti ke kriju një subjekt ku është i prekshëm, ke bo një kompani, ke kriju tyre, ku ke kriju. Nëse ti ke kalu në përdo institucione këto, duket që i zoti për ato, po kur s'ka arritën ti vetë mi kriju ato tyre, po i ke morë nga orë ka bugjetit. Mendoj që zotësia, kapacitetet tonë, qeveritare, që janë aty, janë me një faras për mund, janë të mangta, shumë të mangta. Thënë më zbuti. Oponentet tjetër qysh në base të t'i quanin. Unë thjesht menoj që kësaj qeverie, ose po thëmë këti vendi, se qeverit vine shkojnë, edhe sigurisht edhe kjo do të shkojnë. Demokracie, po. Po, demokraci, do të kenë synim me ofru nga të veti, jo njerëz mi ledhatu, po ekspert që e thetë mendimin e vetë, pëse ne, kur e thomi një mendim, ne vlerësomi nëse kemi pas ndikim. Për gjëra që i dim, ti thomi, jo gjëra që si dim. Unë po tham nga një përvoj afat gjate, për disa, unë i kam qitë në program. Këtu edhe në Angli, du më thënë, kam raporte ndërtume, kanë shiku ato, qëfar i do të Kosovës, janë këtu të dhona, janë publiku, ka autor, ato që i kam qitë, për disaj dalë zëtë se... I ka lexuar Koran Morati? Sigurisht se bon ka zhvillimore ka dalë për me dhe në një vizit, në fillim, ardhja Kurtit, në pushtet ka qenë plantacionet tonë edhe ato ja kom tho. Edhe ja kom tho në një takim... Idenë për bongë zhvillimore? Ja kom tho, jo veç idenë për bongë, për i ka të gjitha në program për atyne, sigurisht i ka një ashtat të pruna. Ashtë po. Po, për juve që Moda ekonomike shqiptare, strategjia zhvillimore 2025-2030, po. Dhe atëherë në fillim ju vizitoj Kurti. Më ju ka vizituar? Edhe kjo është në gjuhë anglishte, po. Ju ka vizituar? Ja kum tho Kurtit që thjesht unë për e baj mi avdhoj juve për respekt për vendin tem që ju faktikisht keni një lehtësi, nuk i kam zerë letun e këtu. O dush me kalu vite për mi nëzirë se qëfar për qalojmë. Janë tho, publikisht, mundon aja unë s'muj me aqillu të tanave, s'muj me ka ekspert për gjitha lamit, po s'po ku, a dënëja, ide zhvillimore në fushë strategjike të shtetit që kanë të artikuluara. Janë të artikulume. Çka nuk shkoj mirë midis Kurtit dhe jush? Dhe kësaj qeveria dhe midis jush? Unë nuk kam raporte të këqia... Me kryeministin të atë? Me kryeministin. Mos ta personalizojnë. Mund me kryeministin mos pajtoj në doktrinat ekonomike, në politikat ekonomike të vendit. Se nuk u të zëj, ta uli këtë dhe autoritetin, po ta uli ekspertizën përvojën time në këtë vend. Se kam kaluna për disa institucione me ndërtu edhe këtë shtetë. Do me që nga Këshilli për Financa deri te drejtori i parë tatimor i qeverisë përkohshme Zavens Minisi, që shpeshherë këtu sulmet më vinë për shkak pikpamjeve të hapura të mia. Në opinione që unë krijoj shpeshherë, sigurisht dikuj u i duket se unë nuk e du, nuk e respektoj. Unë e tham aja çfarë e pret këtë vend.
Ata po Se presin du në vendin shtrim. tim. Vend tënë do ma shumë se këdo qeveri. Po normalisht se du vendin tim se i kam fëmin këtë duke ju rinë. S'ka ma dhe rezervë. Kë është adheu jam, kë është shteti jam. Për këtë edhe pak edhe bërë kombo, po s'po i ceki këtu, se ishin në obligim. Me asë një kusht Po. nuk i nënshtrohesh as kushtit, as kërkuj tjetër. As kujt para Zotit dhe para ligjit do t'jem përherë. Po para njerëzve që, në fakt, me një metodë subversive, se diçka tjetër. Të sulëm në rrjetet sociale që bëjnë. Po, E ndjeni këtë gjuhë? Po, aja gjuhë e vrejti, se denigrimit, aja mund të qëndroj 24 orë, po njerëz që më njohin e din kush jam, si kum vepru. Asni cent, do me thonë, nuk shmonget nga veprimet e mija, nga ndërmorja, holdingu jonë, për shtetin, për orkën e shtetit.